si duhet të zhbllokohet situata në dritën e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Edhe bë kompromis me qëllim të arritjes votave. Në asnjë fjalë nuk i ngarkohet asnjë detyrim partive opozitare, grupeve të tjera politike. Unë përdorim praktikën e deri tanishme parlamentare. Nuk ka të drejtë askush të vendosë një votim të fshirtë pa një bazë kushtetuese. Takimi i sotëm do të zhvillohet për të diskutuar daljen nga situata e blokadës pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Kryetari Krasniqi do të shprehë qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës bazuar në një analizë profesionale se si duhet të zhbllokohet situata në dritën e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Për gjëra të tjera kryetari Krasniqi do të deklarohet sigurisht pas takimit sot. Grupi që ka drejtën me propozu është i detyruar mos me blloku kuvendin, por me realizu konsultim një besim, me bë konsensus, me kriju konsensus, edhe bë kompromis me qëllim të arritjes votave. Në asnjë fjalë nuk i ngarkohet asnjë detyrim partive opozitare, grupeve të tjera politike. Kjo është mënyra që duhet të shihet ky aktgjykim. Asnjë gjykatë tjetër evropiane nuk mundet me bë më shumë se 4 serim. Pra me qenë se rregulloria, kushtetuta nuk kanë folur për këtë çështje, por e kanë ndaluar ndryshimin e rendititës, atëherë ka thonë përdorim praktikën e deri tanishme parlamentare. Në asnjë rast, praktika e deri tanishme parlamentare nuk ka lejuar zgjedhjen e kryetarit kuvendit përmes votimit të fshehtë. Për cilat ishin konstatimet kryesore të këtij aktgjykimi? E para, në radhë të parë që rendi ditës i seancës konstitutive nuk mund të ndryshohet, pra është i pandryshueshëm pas fillimit të seancës konstitutive. Nuk ka të drejtë askush të vendosë një votim të fshirtë pa një bazë kushtetuese dhe pa një procedurë të dakorduar paraprakisht. Dhe cila do të ishte procedura e dakorduar paraprakisht? Nëse kryesia e vjetër, që e ka mandatin për të përgatitur seancën konstitutive, do të dakordohej që si shtesë e rendit formal që përcakton aniteti rregullorës se çka do të përmbajë rendi ditë seancës konstitutive, të shtohet edhe pika e votimit të fshirtë, atëherë kjo do të mund të realizohej.